Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U fikën dritat dhe ai më kërkoi, Egli tregon se çfarë i tha Gjesti në privatësi. Egli Tako dhe Gjesti mbrëmjen e kaluar darkuan së bashku, ku edhe u sqaruan për raportin e tyre brenda shtëpisë së famshme. Pasi përfundoi darka, Egli po i tregonte Danjës për momentet përballë Gjestit, ku dhe zbuloi se për pak dritat ikën dhe në këtë rast banori i kërkoi asaj ta puthte. U fikën një moment dritat dhe ky më tha, hajde të të puth pak se jam të marru. Citon Egli fjalët e Gjestit. Nga ana tjetër, Gjesti ka treguar se nuk ndjen për Eglin dhe se për të ka vetëm tërheqje fizike. A mendoni se do të ketë ribashkim mes çiftit?